Sazani e ka emrin Sazan në çdo hartë, apo jo? Por në manualet e vendeve të NATO-s ka filluar të shoqërohet me një fjalë, ishulli Samson. Sazani nuk ka asnjë lidhje me një resort turistik dhe e gjitha historia me Kushner Ivanka është një histori fake. Ky është një projekt i familjes Rothschild për Izraelin, për sionizmin, për modelet e tyre satanike bashkë me familjen Soros, dhe koncepti i Sazanit me Zvërnecin ka të bëjë me një projekt diabolik që ka shqetësuar të gjithë Europë dhe shqoroditur i gjithë establishmenti ushtarak në Europë. Pra të sopë Sazan të vogël. Sazani është një bazë ushtarake me 3200 bunker, e cila brenda ka tunele nëntoksore antiatomike. Dhe në vitin 1990 ca, nuk e di të, 2000 ca, kur është bërë një provë ushtarake, 2 aeroplanë anglez kanë bombarduar Sazanin në formë provash, siç janë këto manovrat ushtarake, me armë që godasin bunker të fuqishëm. Po bësh në eksperimente raport me goditjet në Siri. Dhe kjo është një ngjarje shumë e rëndë që nuk duhet kishte ndodhur, por ka ndodhur. Ka qenë diku nga 2010 diçka e tillë. Në mos gaboj, pa 2011, nuk jam gjendje ta përcaktë. Tani Sazani nuk po kalon thjesht në një resort turistik të familjes Kushner me atë kompaninë e tyre, por është një projekt i familjes Rothschild për Izraelin, për të ndërtuar në Mesdhe një bazë atomike izraelite në kundërshtim me çdo lloj plani, strategjie, sigurie, konvente e tjera. Dhe projekti i Sazanit, që është denoncuar në mënyrë zyrtare nga një analiste amerikane me origjinë turke, Sibele ka emrin, ka shpjeguar që një tjetër Sazan do ishte bazë gjëja meteorologjike, që fakt do ishte bazë ushtarake izraelite. Dhe duke marrë në konsideratë se si Pashaliman e kthyen në një bazë ushtarake izraelite në luftë me Turqinë, të një flote turko-greko-cipriote dhe greke bashkë me Izrael, një flote greko-cipriote, greke, izraelite, me suport francez, përballë një aleance ushtarake të Turqisë që ka me Gjermaninë, përballë disa projekteve diabolike që kanë ata, po dhe projekte gjeopolitike, siç është rasti i zonës naftëmbajtëse dhe gazit në zonën midis Greqisë, Turqisë, Sirisë, Libanit, Gazës dhe Izraelit. Baza e Pashalimanit është kthyer në një bazë të rrezikshme për vendet e NATO-s, sepse për herë të parë Izraeli ka një bazë detare në Mesdhe, pranë Europës. E dyta, përveç se konsiderohet ishulli Sazani si ishulli Hormuzit të Adriatikut, sepse ti nëpërmjet ishullit Sazanit kontrollon gjithë Adriatikun, gjithë Otranto. Ngushtica e Hormuzit, avokat, nuk ka ishull të Hormuzit. Është ngushtica e Hormuzit. Thash ishulli Hormuzit për Sazanin. Është ishulli Hormuzit si fuqi. Për shkak se zona e Pashalimanit, Zvërnecit dhe ishulli Sazanit i japin Sazanit rolin e një ishulli të Hormuzit. Pse? Nuk është ngushticë, është kanali i Otrantës. Dhe ishulli kthehet në një ishull Hormuzi. Çdo thot kontroll total i të gjithë Adriatikut. Dhe këtë do ta ketë Izraeli. Çka do thot është një kontroll që ka shqetësuar totalisht Gjermaninë dhe Austrinë, për shkak se gjeopolitika gjermano-austriake në Mesdhe lidhet të ngushtë me detin Adriatik. Strategjia e luftës së parë botërore dhe dytë. Degenerimi që u bë nga Europa ka të bëjë me koloninë në Salento, ku ajo zonja e nderuar bleu na 10.000 apartamente atje, siç u blen në Nart, dhe ndërkaq Rama, duke u mburrur dhe të gjithë mediat e pomponin sa bukur flet kryeministri kur thot nuk ka sindikata Shqipëria. E pompoi dhe tha shikoj, e morët andi, te ja u zgjidhun. Ja u shes unë gjitha, mos keni asnjë lloj probleme. Dhe gjithë gjëja bëhet te kanali Otrantos, i cili do kthejë në ekuivalent të ngushticës Hormuzit, ku do kontrollojë Salento dhe Zvërneci bashkë me Sazanin në 78 kilometra, do kishte kontroll detar ushtarak izraelit që do bashkonte Adriatikun me Jonin, Egjeun, Mesdheun, daljen e deltës Danubit në Adriatik. Këtë nuk e lejon
Europa nuk e lejon bota vlla. Që t'ja shpjegojnë njerëzve me mollë. Presim pak të analizojmë raportin e Francës me Gjermanisë, është e rëndësishme. Një geopolitika detare gjermane, ushtarake, në mesdhe lidhet me Adriatikun. E dimi historinë e luftës së parë botërore, të luftës së dytë botërore, që nuk ka ndryshuar asgjë. Kroaci, Sloveni, Shqipëri, Kosovë përbëjnë korridorin gjerman në mesdhe. Dhe e dimi historinë e luftës së parë, dimi historinë e luftës së dytë, po në thelb nuk ka ndryshuar ndonjë gjë e madhe. Vajtja e Izraelit që ndërton një bazë ushtarake, një aleat par excellent i Francës, që është Izraeli, me Greqin, me Serbin, të kujton luftën e parë dhe dytë botërore. Është raporti i gjermanëve me francezë. Tani francezët kanë bërë një pazar shumë të ndyrë me klasën tonë politike. Dhe nëse Shqipëria do ketë ndonjë ditë shpresë për të shpëtuar, është të mos toleroj në asnjë formë, në asnjë rast, që në qeverinë shqiptare të vinë ndonjë kryeministër që vjen nga Franca. Të gjithë që kanë ardhur nga Franca kanë qenë mallkimi i Shqipërisë, sepse Franca është aleat i Greqisë dhe Serbisë. Dhe gjithmonë ka luajtur rolin e neutralizimit të Shqipërisë. Dhe kjo ka qenë gjithmonë konflikt gjermano-francez. Austriako-francez dikur, kur ishte Austro-Hungaria. Tani çfarë është këtu gjithë kjo gjeopolitik? Ka lidhje me faktin që një sekond avokat, të lutem. Thot Diapolin, një komunitet me 8 veta janë në Salento, po e dashur, po është bler gjithë fshati. A kupton? Nuk mund bler dot. Nuk vjen 8 veta në kanë. 8 veta dhe kolonit europiane angleze në Amerikë, aq vajtën. Po morën gjithë Amerikën pastaj. Kështu që duhet ta mësojmë çik historia. Tani, çfarë ndodh? Sali Berisha, Edi Rama dhe gjithë tazarët e politikave partive të vogla janë sa shabat goj të ndyrë dhe të gjithë janë dakord që marrëveshja e Greqisë me Shqipërinë për detin të bëhet në gjykatë. Që kemi të humbur 100% si çështje. Pas ligjeve ndërkombëtare, nëse ne nuk shkojmë në gjykatë, nuk ka asnjë çështje për të zgjidhur dhe jemi po aty ku ishim. Aty ku kemi qenë me detin jon. Nëpërmjet gjykatës Shqipëria nuk do të ketë më det jon, do të ketë vetëm fuqinë e tretë të notit që do shkojë deri nga Ksamili deri në Karaburun, diku ke një zonë popular ndet. Po jo. Tani këta maskare, të cilët gjithë varen me pazare nga Franca dhe çufot e Francës dhe çufot e ambasadës së Izraelit, janë bërë pjesë e një marrëveshje të ndyrë që deti jon do ta marrë Greqia, sepse Greqia ka dhënë si shpërblim për koncesion total kontrollin nafte një kompanie franceze të lidhur me çufët. E gjithë detin jon, si zonë ekonomike, naftëmbajtëse dhe gaz. Dhe Shqipëria do të ketë më det jon. Po të vazhdojmë me këtë klasë politike të ndyrë që ne kemi të mallkimin ton kurris. Dhe mos harrojmë, gjithë vinë nga Franca. Mos harroni asnjëherë, të gjithë vinë nga Franca. Me Sa të Pash, me Enver Hoxha, me Sali Berish, me Edi Rama, me Fatos Nano, janë të gjithë nga Franca. Dhe këta të rinj që duhet vinë, duhet kemi kujdes të bëjmë çik biografinë franceze. Dhe kushdo që vjen nga Franca do punoj për Serbinë dhe Greqinë, është destinuar. Pasi Franca punon për Serbinë dhe Greqinë rajon, dhe këtu gjithmonë konflikti ka qenë Gjermani-Francë në Ballkan gjithmonë. Tani vazhdojmë, Anglia që luan me gjitha palë dhe që i bën lëmsh dhe han buk kur i gjithë palë. Tani filloi ishulli Sazanit, Pashalimani dhe Zvërneci janë një trekëndësh izraelit në Shqipëri. Familja Kushner është përfaqësuese e familjes Rothschild. Dhe të gjitha dhënat që kanë dalë ditë pas dite, orë pas ore, muaj pas muaj, vërtetojnë që gjithë projekti i Sazanit dhe Zvërnecit është gatuar nga familja Rothschild. Në jatin e Rothschildëve u bë takim. Në jatin e Rothschildëve u përcaktua. Mos harrojmë që gjithë zona arkeologjike të Butrintit e ka marrë familja Rothschild. Që ka marrë dhe Butrintin, atë më falë Dyrrahun, Apolloni dhe çdo zonë tjetër arkeologjike të Shqipërisë për ta marrë histori. Dhe koncepti i ishullit të Sazanit, tashmë në gjitha manualet e gjithë shteteve të Evropës konsiderohet ishulli Samsonit. Samson është emri biblik i një personazhi që gjen në Tora dhe Bibël, quhet Samson, i cili kishte një fuqi të jashtëzakonshme, por ai shkatroi qytetin e tij, Shajakmarrë, kur vetë popullsia e qytetit dhe hierarkia, shoqëria e qytetit e torturuan atë dhe i nxorën syt.
dhe ai shkatroi gjithë qytetin e tij. Ky emër është përdorur për para 1890 në një manual çufësh se si këta do të bënin projektin opsionin Samson në Europë, ku do të ngrinin tunele nën toksore në Paris, në Londër, në Berlin, në Vjenë, në Rom dhe kudo tjetër. Dhe do t'i mbushnin me dinamit dhe në momentin që ata do ndiheshin të rrezikuar si çufa nga Europa, ata do të hidhin erë gjithë kryeqytetet e Europës në shenjakmarrje që kur marrin fund merrni fund dhe ju. Ky material disponohet online dhe mund ta gjeni, ta kërkoni dhe do habiteni. Por problemi nuk është çfarë shkruajt 1890, puna është çfarë shkruajt vitet 1960, gjatë 1170, që quhet opsioni Samson. Kjo quhet doktrina e sigurisë të Izraelit. Opsioni Samson, në qoftë se Izraeli do rrezikohet një ditë për ekzistencën e tij, ata do hedhin erë me bombat e tyre atomike në gjithë qytetet e Europës dhe disa vendeve të tjera, në shenjakmarrje që ata nuk i mbrojt. Është një lloj shantazhi, një lloj gjobe që i ka vënë Izraeli çdo vend në Europë. Problemi është që armatimi ushtarak atomik ka disa standarde botërore që janë përcaktuar nga një konvent dhe një traktat ndërkombëtar i përdorimit të armëve atomike, që e kanë iniciuar Reagani me Gorbachovin dhe që është rivënë në jetë më vonë dhe nga Bushi, Jelcini e kështu me radhë. Ky traktat përcakton që çdo armë atomike, e cila është në gjendje të përdoret në distancë, duhet që të jetë transparente, çdo transparente. Do thotë që menjëherë Amerika e di që Rusia ka bërë gati armë atomike për t'i lëshuar. E njëjta gjë dhe Rusia me Amerikën, e njëjta gjë Kina, çdo vend që është pjesë e traktatit ndërkombëtar të armëve atomike. Vetëm të vende në botë që nuk janë pjesë e traktatit janë Korea e Veriut dhe Izraeli. Tani ta trajtojmë pak këtë çështje. Nuk e di ai kujtohet ndokush që na ndjek. Para një viti ndodhi një ngjarje e rëndë në Rusi ku disa makina të shërbimeve Gjoja e Ukrainës, që pak duket që ishin angleze, goditën me dron disa pika strategjike atomike të Rusisë. Goditën disa aeroplan, bombardues atomik dhe disa radar, stacione kontrolli atomik, antiatomik. Kjo konsiderohet një nga ngjarjet më të rënda të luftës 4 vjeçare në Ukrainë.